Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin me iniciale EM, 41 vjeç, banues në Vlorë, pasi më datë 17 qershor 2025, gjatë një konflikti për motive të dobta, dyshohet se ka kanosur dhe ka goditur në fytyrë me një send të fortë të dyshuar armë zjarri pistolet, shtetasin me iniciale LL, 40 vjeç, banues në Vlorë. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasit. Shtetasja me iniciale AK, 48 vjeçe, banuese në Sarandë pasi gjatë një konflikti të çastit në shëtitoren e qytetit, ka kërcënuar dhe fyer shtetasin me iniciale ED, 23 vjeç, banues në Sarandë. Shtetasi me iniciale AH, 42 vjeç, GT, 38 vjeç, GH, 32 vjeç dhe ESH, 25 vjeç, pasi më datë 16 qershor 2025 në lagje numër 1 në Sarandë, janë konfliktuar për motive të dobta me shtetasi me iniciale M, 28 vjeç, banues në fshatin Blerimas. Shtetasja me iniciale CK, 74 vjeçe, banuese në Athinë në Greqi dhe MM, 21 vjeçe, banuese në Tiranë, pasi më datë 16 qershor 2025, janë konfliktuar me njëra tjetrën për motive pronësie. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.